Asnjëri nga të akuzuarit për grabitjen e armatosur në Suarek nuk kishin pranuar fajin e arrestimin e kishin vlerësuar se ka ndodhur për shkak të presionit mediatik. Aktakuza me plot 71 faqe tregon veprimet e këtij grupi që zanafillën e kishte në kohë se sa disa prej tyre ishin së bashku në burg. Vetëm 7 ditë kohë janë dashur grupit për të planifikuar e kryer grabitjen e armatosur që ndodhi më 22 nëntor të vitit 2023 në një argjendari në Suarek. Në aktakuzën e ngritur nga prokuroria themelore në Prizren, tregohen veprimet e grupit të grabitësve para dhe pas grabitjes. Pasi paraprakisht kishin bler automjete të paregjistruara dhe mjete të tjera të nevojshme, natën e 21 nëntorit, sipas prokurorisë, ishin mbledhur në shtëpinë e Bujar Bashës, e të nesërmen Korab Gashi, Bujar Basha dhe Besar Tistrefi të shoqëruar me të ndjerin Dukagjin Gashi kishin kryer grabitjen. Me qëllim që t'i sillnin vetes dhe antarëve të tjerë të grupit dobi pasurore të kundraligjshme, në atë mënyrë që prej datës 15/11/2023 fillojnë përgatitjet për kryerjen e grabitjes duke bler automjete të paregjistruara dhe mjete të tjera të nevojshme për kryerjen e veprës penale. Kështu një natë përpara mblidhen në shtëpinë e Bujar Bashës, në fshatin Caralev, komuna e Shtimës, dhe nga aty me automjetin Chevrolet Cruze, ngjyrgri me targa 01895 NN, nisën në drejtim të Suarekës, ku me vete kishin edhe armë dhe me të arritur në afërsi të argjendarisë Diakos 2, e pikërisht në rrugën ku gjendet kjo argjendari, ndalojnë automjetin dhe nga automjeti dalin të pandehurit Korab Gashi, Bujar Basha dhe Besar Tistrefi, të shoqëruar me të ndjerin Dukagjin Gashi, që të gjithë të pandehurit kanë pasur të vendosur maska në fytyrë dhe kanë qenë të armatosur, thuhet në aktakuzën e prokurorisë themelore të Prizrenit. Pas kryerjes së grabitjes, pjesëtarët e grupit kishin komunikuar kryesisht në rrjetin social Snapchat, e të njëjtit ishin takuar në Prishtinë. Numri i telefonit të Korab Gashit është përdorur për herë të fundit përpara grabitjes më datë 22/11/2023, rreth orës 12:29 e 04 sekonda. Dhe me këtë rast nuk i dihet lokacioni. Pas grabitjes, ky i pandehur e ka përdorur për herë të parë telefonin e tij në datën e njëjtë rreth orës 20:05:40. Në atë kohë ka qenë duke shfrytzuar internetin, ku në bazë të hartografisë rezulton se ka qenë tek varrezat e qytetit të Prishtinës, ku edhe në bazë të kamerave të tërhequra që të gjithë të pandehurit pjesëmarrës në grabitje janë takuar, thuhet në aktakuzën e prokurorisë themelore të Prizrenit. Në aktakuzën 71 faqe janë të paraqitura 10 prova materiale e ekspertiza të ndryshme. Aty janë edhe dëshmitë të dëmtuarve e dëshmitarëve që kanë rrëfyer atë që kishin përjetuar ditën kritike më 22 nëntor të vitit 2023. Diku rreth orës 15:45 kam qenë i ulur brenda lokalit dhe në një moment në lokal ka hyrë një person i maskuar dhe i armatosur me një revole pistolet në dorë. I njëjti më është drejtuar me fjalët "Plaçk, çoj duart përpjet". I njëjti më është afruar duke më thënë që të ulem në tokë, pastaj me lidhse të plastikës mi ka lidhur duart pas shpine dhe më ka tërhequr përpara në drejtim të vitrinës, ku ishte malli ekspozuar. Në atë moment më ka pyetur se a është edhe dikush tjetër në lokal. Unë i kam treguar se nuk ka njëri tjetër në lokal, kështu më ka urdhëruar që ta uli kokën poshtë. Pas kësaj ka vazhduar duke i thyer demoluar vitrinat e lokalit, aty ku qëndronin të ekspozuara stolit e arit, dhe ka filluar t'i merr stolit nga aty. Pas një kohë ka ardhur policia dhe kanë filluar gjuajtjet me armë nga personat e maskuar, por më tej nuk e di se çfarë ka ndodhur pasi që e kam humbur vetdijen. Dëshmia e të dëmtuarit. Disa nga pjesëtarët e grupit kishin të kaluar kriminale, e në dëshmitë e tyre kryesisht kishin thënë se me njëri tjetrin njihen nga burgu. Bujar Basha ishte liruar nga burgu afërsisht 2 muaj para grabitjes, ndërkohë që në deklaratën e tij ka mohuar të ketë qenë pjesë e grabitjes. Unë kam qëndruar 22 vite në burg dhe kur bëhet një grabitje, bëhet për të përfituar materialisht. Duhet të jetë motivi që njeriu ta kryejë atë grabitje. Trim Baraku, që 40 vite është argjendar, edhe të pandehurit e tjerë qëndrojnë shumë mirë materialisht dhe sipas meje mendoj që nuk kam pasur motiv për ta kryer këtë vepër penale. Unë po ashtu dua të deklaroj që këta njerëz i njoh që 1 muaj përafërsisht para se të arrestohem, unë nuk kam pasur mundësi që me një të tillë të organizohem apo të organizohem për një grabitje kaq spektakolare.
Pra unë nuk ka marrë pjesë në këtë grabitje më datë 14/9/2023, jam liruar nga burgu dhe vepra ka ndodhur më 22/11/2023. Koha prej kur jam liruar dhe kur është kryer vepra janë 2 muaj e 1 javë. Në atë kohë unë kam qenë duke e krijuar një rreth shoqëror për mua. Për këtë arsye jam takuar me këta persona dhe atë duke i kryer ceremonitë fetare dhe duke bërë sport, pra duke lozur futboll. Unë konsideroj se arrestimi im është bërë për shkak të paragjykimeve për të kaluarën time kriminale dhe që ka ndodhur kjo vepër penale në Suarek, nga komuna prej ku unë kam prejardhjen edhe për shkak të presionit mediatik, thuhet në dëshminë e Bujar Bashës. Në grabitjen armatosur, kishte mbetur i plagosur edhe një pjesëtar i policisë së Kosovës, ndërsa vlera e dëmit llogaritet të jetë rreth 200.000 euro.